50 punime me pastel janë paraqitur në ekspozitën Qyteti Deur të piktorit Anastas Konstantini në Galerinë e Arteve në Pogradec. Sipas piktorit, titulli Qyteti Deur lidhet me atmosferën dhe emocionet që ka përcjell Pogradeci ndër vite. Kjo është një temë që lidhet me intimitetin e qytetit. Edhe në vazhdën e ciklit që unë po bëj për qytetin, desha të tregonja diçka tepër njerëzore, mënyra se si e përjetojnë njerëzit e thjeshtë qytetin e tyre. Edhe ky është një qytet pa kohë. Nuk ka rëndësi nëse kjo është në kohën e diktaturës, në kohën e sotme. Sepse vetë jeta është pa kohë. Dhe pse është ideo, qyteti ideo? Qyteti ideo sepse unë jam ideo. Jam ideo nga qyteti. Sepse është qyteti im, vendi ku unë kam lindur dhe kam shumë gjëra për të thënë. Kompozitori Jani Papadimitri, ardhur nga Kanadaja, tha se ka ndjekur ndër vite krijimtarinë e piktorit dhe se ekspozita e re i përcolli emocione të veçanta. Unë jam mësuar me ekspozitat e Tasës, se neve vim nga Kanadaja me pushime në Korçë dhe na fton Tasë dhe i kemi parë pothuajse të tëra. Dhe sidomos sot, domethënë dal nga kjo ekspozit me një emocion të jashtëzakonshëm, sepse më pëlqen jo vetëm arti i tij që është madhështor, por më pëlqen dhe tematika që ka kapur. Edhe shkrimtari Skënder Demolli ndau vlerësimin e tij për punimet e ekspozuara, duke u ndalur te fuqia e tyre artistike dhe frymëzuese. Për mua nuk është një surprizë sepse jam mik i galerisë të Taso Pogradecit, i cili tani nuk është më një piktor brenda kufive lokal ose kombëtar, po është një nga piktorët që përfaqëson qytetërimin e vendlindjes së tij në veçanti dhe në përgjithësi të vendit tonë, edhe jashtë kufive të atë dheut. Ekspozita Qyteti Deur do të qëndrojë hapur për publikun në Galerinë e Arteve në Pogradec deri në datën 1 gusht.